Janë orët e para të mëngjesit. Efektiv! Vëmendje! Drejtor, efektivi i njësive ndërhyrje shpejt është i gatshëm për inspektimin tuaj. Drejtor, efektivi i gatshëm për realizimin e ushtrimit. Në rregull, komandante, keni lejen tonë, mund të filloni me ushtrimin. Urdhri u lëshua. Lisa Charlie Wolf, Lisa Charlie Lane. Vazhdo për pozën. Kolegë njoftojnë, jemi patrullim zonë përgjithësisë Nano Prato. Ka fralu pozën. Patrullimet taktike nisin në terren të hapur malor. Gjithçka mbikëqyret me vigjilencë të lartë. Zona këtu cilësohet me rrezikshmëri të lartë dhe ekstreme. Andaj edhe vëzhgimi bëhet në forma të ndryshme. Nuk vonon shumë. Këta efektiv hasin në sulm të armatosur. Lisa Charlie Wolf, për Lisa Charlie Lane. Vazhdo Charlie Lane. Kolegë njoftojnë se kemi rronë prit, jem të shkëvizion. Informacioni plasohet në kohë të shpejtë te dhoma komanduese. Ka pranu foza, ka pranu informacioni, kolegë, informacioni. Ka pranu foza, ka këndunë, kolegë, ka këndunë. Shkëmbimi me armë zjarri nuk ndalet, derisa në të njëjtën kohë kërkohet përforcim. Kujdes, kolegë, kujdes, a keni nevojë për mbështetje. Pozitiv. Aty shumë shpejt arrin ekipa e motoristave nga Pokjo drejtori. Dyshimet e para janë se një grup personash kanë hyrë përmes rrugëve ilegale brenda territorit të Republikës së Kosovës. Me këtë fakt, aty kërkohet ekipa e opëruesve me dron. Vëzhgimi dhe identifikimi bëhet nga pikat e larta me snajper, si dhe nga ajri me dron. Informacionet e para lënë për të kuptuar se një operues i kësaj njësie ka mbetur i plagosur. Për të evituar dëmet të tjera në operues, vetë se kanë zënë vendin e tyre, saku kryesor në anën e sulmuesve është një person i grupit
i cili vazhdimisht thije në drejtim të specialëve. Në moment që snajperistët kanë pamje të qartë mbi sulmuesin, pa humbur kohë e neutralizojnë. Për të marrë situatën në kontroll, aktivizohen autoblindat e njësisë për ndërhyrje të shpejtë, të pajisur me arsenal të kalibrit të rëndë. Këtu fillon përgjigjja efikase dhe konkluzive. Ne janë të angazhuar, i kemi angazhuar dhe blindat aty me municion dometik që ka nevojë për shkëmbim zore. Përgjigjja ndaj këtij grupi me elemente terroriste bëhet në mënyrë profesionale, me vendoshmëri dhe guxim. Në këtë mënyrë profesionale dhe progresive, arrijet të mposhtet grupi terrorist, si dhe të pastrohet komplet zona për rreth. Pas marrjes së situatës nën kontroll, identifikimit të neutralizuarve dhe trajtimit të plagosurve, për cilën informatat më lartë dhe për trajtim të mëtutjeshëm të rastit, kërkohen njësi tjera të specializuara hetimore në vendin e ngjarjes. Këtë nga ka qenë të mone e kemi shtatën në kontrol, mund të ishte informant të mone njësit relevante të mone dolin në vend ngjarjes, 4 jenë neutralizuar. Pas këtij ballafaqimi sigurohet perimetri. Gjithçka tashmë është marrë në kontroll nga kjo njësi elitare. Ky ishte vetëm një simulim i rasteve me rrezikshmëri të lartë apo përgjigjes ndaj sulmeve terroriste që mund të ballafaqohet Republika e Kosovës, për çka Drejtoria për ndërhyrje të shpejtë e Policisë së Kosovës tregoi forcën, guximin dhe profesionalizmin që kanë në shërbim të atë dheut. Drejtoria e njësive për ndërhyrje të shpejtë operon në kuadër të departamentit të kufirit, posedon personel të mjaftueshëm, pajisje dhe armatim të sofistikuar për t'i arritur objektivat ligjore dhe për t'u ballafaquar me çdo grup apo individ që cënon sigurinë e vendit. Për herë të parë, drejtori i Drejtorisë së Njësive për ndërhyrje të shpejtë, Major Mehmet Ali Ajdini, flet për TVN, i cili thot se njësitë vartëse të kësaj drejtorie janë të aftësuar dhe të trajnuar për reagim në çdo moment. Major Ajdini tregon edhe veçoritë që e karakterizojnë këtë njësitë elitar të Policisë së Kosovës. Njësitë e Drejtorisë së ndërhyrjes së shpejtë janë njësitë specializuar në kuadër të departamentit të kufirit, të cilat janë të trajnuara të menaxhojnë me situata të rrezikshme në zonën kufitare dhe më gjatë. Cilat janë karakteristikat apo çfarë karakterizon më shumë këtë njësi? Njësitë e ndërhyrjes së shpejtë janë të trajnuara dhe të specializuara, siç po të thova edhe më herët, të cilat janë në gjendje ta mbrojnë integritetin dhe sovranitetin territorial të Republikës Kosovës,
t'ju përgjigjen rasteve më ekstreme, duke përfshirë terrorizmin, krimin e organizuar, kontrabandën, si dhe gjitha veprat tjera të kundërligjshme. Çka karakterizon më shumë këtë njësi në fakt? Cila është një veçanti e kësaj njësie? Veçanti e kësaj njësie këta djemë janë shumë të trajnuar, janë të përkushtuar ndaj këtij vendi, si dhe janë shumë të disiplinuar. Për të parandaluar çdo aktivitet të kundërligjshëm kufitar, njësitë për ndërhyrje të shpejtë planifikojnë dhe realizojnë plane konkrete operacionale taktike në terren, duke përfshirë edhe pjesën veriore të vendit. Jemi në njërin nga blindat e njësisë për ndërhyrje të shpejtë këtu në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, të cilët pas pak do të nisën për një patroll rutinë në zonën Banjska-Izvor, shumë afër territorit të Republikës së Serbisë. Rështeri i këtij njësiti tregon për mënyrën e parandalimit të kontrabandës, por edhe personave që kanë për qëllim realizimin e ndonjë veprimtarie kriminale apo terroriste. Kështu se si edhe te domon tash jena në rrugën Bojske-Izvor, e cila na në baza ditore bëjmë patrullime të kopaskueshme, patrullime këmbë dhe patrullime të mobile. Njëkohësisht bëjmë edhe pika statike të vëzhgimit ku nëpërmes domon patrullimeve tona të përditshme kemi hasur ku kemi parandaluar domon marrë të kontrabanduara, si dhe veprimtari të tjera të kundërligjshme të cilat mund të jenë edhe të cënojnë integritetin territorial të vendit.